Sot shënohet 22 vjetori i përndjekjes së marsit dhunës 3 ditore ekstremistëve shqiptar kundër serbëve në Kosovë me 17 mars të vitit 2004, para syve të gjithë botës dhe mira ushtarëve të forcave ndërkombëtare nisi dhuna që vetëm me pak orë tronditi nga themelet mbi jetesën e popullit serb në Kosovë. Brenda 3 ditësh 8 serb u vranë, të paktën 170 u plagosën dhe më shumë se 4.000 njerëz u debuan dhe disa vende u pastruan etnikisht. Pothuajse 900 shtëpi serbe u shkatruan dhe 35 ndërtesa fetare, pikërisht 18 monumente kulturore u dogjën, ikonat e shumta dhe pasuritë e paluajtshme kulturore u shkatrua përgjithmonë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Gjuri tha se 17 dhe 18 mars i vitit 2004 trashëgimia shpirtërore dhe kulturore e krishterë e popullit serb në Kosovë u ndërtua dhe e ruajtur me shekuj, u nënshtrua dhunës së përhapur dhe të koordinuar, duke deklaruar se vuajtjet e viktimave dhe shkalla shkatrimit nuk duhet të harrohen. Shtëpitë e djegura, kishe dhe menastire të shkatruara, varreze të përdosura dhe fshatra të braktisura, këto imazhe të tmerrshme kanë mbetur në kujtesën tonë kolektive për më shumë se 2 dekada, si dëshmi e njërit prej kapitujve më të dhenshme në historinë tonë të kohëve të fundit, ka shkruar Gjurić. Me rastin e 22 vjetorit të përndjekjes së marsit ndaj serbëve në Kosovë, drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković theksoi se dhuna dhe spastrimi etnik ishin planifikuar dhe përgatitur prej kohësh. Ai tha se vuajtjet ndaj të cilave ekspozuan serbët në Kosovë në vitin 2004 nuk duhet dhe nuk guxon të ndodhin asnjë kombi apo grupi shoqëror dhe se dëshmia tragjike e rrezikut të shivonizmit dhe ekstremizmit politik nuk duhet të harrohet. Sipas tij, linçimi masiv i serbëve ishte pjesë e planit për spastrimin e plot etnik të Kosovës, e cili, siç thot ai, mbetet një ëndër e paplotësuar e strukturave politike ekstremiste në Prishtinë. Kisha ortodokse serbe njoftoi se me 17 mars të vitit 2004 u godit veçanërisht dhimbshëm popullit serb dhe kishet e tyre, sepse gjithë kjo nuk ndodhi gjatë kaosit të luftës, por në pranitë e disa mira pjesëtarëve të forcave ndërkombëtare paqërues të KFOR-it, policisë e Kosovës dhe UNMIK-ut, asnjëri për të cilën nuk mund publikisht përgjegjësinë për lëshime të shumta. Ngjarjet e marsit në Kosovë dhe Metohi u dënuan nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, thuhet në deklaratën e Kishës Ortodokse Serbe. Përfaqësuesit e komunës së Mitrovicës së Veriut morën pjesë këtë mëngjes në përvjetorin e përndjekjes së marsit në liturgjinë e kishës Shën Sava në Mitrovicën e Jugut, e cila u dëmtua rënd dhe u doq gjatë valës së dhunës nga ekstremistët shqiptar. Kleriku Nenad Stojanović, duke folur pas liturgjisë, theksoi se ky tempull dikur ishte një vend takimi për serbët nga Mitrovica atëhershëm e Kosovës dhe sot vizitohet nga besimtarët që nuk e kanë harruar shenjtorën ku janë pagzuar, martuar dhe kanë dërguar të dashurit e tyre në prehje të përjetshme. Dragan Spasović, djali i Borivoje Spasiovićit, i cili vdiq tragjikisht gjatë përndjekjes së 17 marsit të vitit 2004 në veri të qytetit e Mitrovicës, në deklaratë për Kosova Online theksoi se Mitrovica ruan kujtimin e sakrificës së bërë nga babai i tij dhe Jana Tuçev, e cila u vra gjithashtu atë ditë. Ai shtoi se dhuna që filloi atëherë nuk është ndalur deri më sot, por vetëm ka ndryshuar formën e saj. Kanë kaluar 22 vjet nga vdekja tragjike e babait të tij, por sakrifica e bërë nga Borivoje nuk është harruar. Duke kujtuar për ndjekjen e marsit në Kosovë në vitin 2004, gazetari Žarko Joksimović tha për Kosova Online se ai dhe kolegët e tij vizituan qytete dhe kishat e djegura për 3 ditë dhe se skenaret që hasin ishin të tmerrshme, sepse fjalë për fjalë gjithçka u bë për të fshirë gjurmët e ekzistencës serbe.
Është e habishme theksonaj që qysh askush nuk mund të udhëronte trupave të huaja të pranishëm të qëndronin në rrugë para dhunuesve. Vetë dhuna, thot ai, nuk mund t'i habiste shumë ata që mbjetuan traumat e luftës nga vitet e mëparshme, por ai theksoi se marsi i vitit 2004 ishte më keq se vitet e kaluara. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira, shi në jug dhe perëndim, borën e malit do të fryjë erë fort dhe stuhishme juglindore dhe lindore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 3 deri në 7, kurse ajo maksimale ditore do të jetë nga 10 deri në 15 gradë Celsius.